Me gëzim Morinën, kapitenin e ekipit Golden Eagle Ylli, nga Suareka që sot ishte mysafir në Shkodër përballë vllaznisë në kuadrin e ligës unike të basketbollit Shqipëri-Kosovë. Unë mbyll me fitoren e vllaznisë, Morina, kjo ndeshje, ke çardhje për ju? Po, thëmë drejtën ishte një paraqitje të dobët nga ona jonë, që nga fillimi I lojës nuk ishim në elementin e duhur dhe mendoj që vllaznia me mjaft merit fitoj. Ku ishin problemet apo pikët e dobta të skuadrës tuaj? Kemi shumë probleme, luajmë si kur jemi në një ngërç, ndoshta edhe nga fakti që kemi shumë lojtarë të rinë në ekip, treneri gjithashtu nuk ka shumë kohë që është bashkë me neve. Asgjë na mbetet, punojmë fort për të arritur objektivat, pasi që për momentin jemi larg nga ajo ku duhet të ishim. Vllaznia pas fitores në transfert me Pejen fiton edhe ndaj ekipit tuaj të Suarekës, 2 fitore rrallazi. Si konsideroni vllaznin? Ka një ekip mirë, po luajmë basketboll mjaft mirë, edhe ndeshjen e kaluam me Peja edhe me neve me shumë merit I kanë fituar të dyja këto ndeshje, janë duke luajtur basketboll shumë mirë. Si shikon vazhdimsinë e konkurimit në ligën unike? Për ekipin tuaj, por edhe të vllaznisë. Liga unike është një objektiv për klubin tonë dhe mendoj që kemi kualitetin për ta fituar këtë ligë, por jo asesi duke luajtur në këtë mënyrë. Në aspektin personal I kënaqur si kapiten I Golden Eagle? Nuk mendoj që dikush mund të jetë I kënaqur nga paraqitja që kishim sot. Natyrisht unë jam shumë pa kënaqur me paraqitjen, por ky është sporti. Duhet edhe në këso kohë gjesh forcën, vazhdo shtutje dhe loja tjera që është loja më të mirë. Ndeshje rradhës për ekipin tuaj? Kemi në ndeshje kundër Borës, ekip nga Prishtina, luajmë për vikend, në ndeshje më rëndësi për neve dhe të përgatitur maksimalisht. Suksese Morin. Faleminderit gjithashtu.